jam Hani Pedalipi, unë punoj që 20 vjetë e këtë punë, me të televisjen e Lusës, unë kur bëj këtë punë e bëj shumë me qenë. Në një kohë kur moda ndryshon çdo sezon dhe trendet zgjasin pak, veshjet tradicionale mbeten simboli qëndrueshmërisë, si veshja e kërçopës, e njohur si të gjatat. Procesi i televisjes së Nusës nis me përgatitjen e fytyrës dhe i gjithi zgjat 5 deri në 6 orë. Kjo e bardha, bëjt ka shpillon të. Fytyra e bardhë e Nusës simbolizon paqen, fatin, të mirën, pastërtinë dhe fillimin e një jete të re. Mua nëse më kryet tyra, ta i mundesh a mande i kështu, se me thojt jo se vërvishet, ta kështu. Pasi fytyra lyhet e gjitha me të bardhë, vendoset pudra e thatë, vizatohen vetullat, vendoset peneli dhe më pas fytyra zbukurohet me tel, xixa, bashkë me buzët. Gjatë sezonit sa nëse bën zakonisht? Por 20-25. Sa mund të bësh në ditë? Vetëm një? 2, po, A, 2. 2 më tepër. Sipas metodës tradicionale, xixat ngjiten me shërbet. Shërbeti është për atë pelin, vendoset në fytyrë. Kur martohet, bëhet një herë me te. Kështu të gjithë fytyrën një herë e bën. Vetëm një Po, herë. një herë që martohet. Kjo veshje ka origjinë lire, punohet tërësisht me dorë, qëndisja, qepja, vendosja e ruazave, e gurve. Veshja e quajtur të gjatat, me tele dollam, përbëhet nga 13 deri 15 pjesë. Përgatitja e saj zgjat 5 deri në 6 muaj dhe kap vlerën deri në 5.000 euro. Din ta bësh veshjen nga fillimi në fund? Po, unë i bëj këta, Gjitha. të gjitha. Kjo veshje peshon 15 deri 20 kg. A ka ardhur ndokush që t'interesohet marrë zanat, për shembull, ndonjë vajzë e re, se më përpara kanë marrë zanate. Jo, s'ka arthësi. Këto një tjetër ka pas një kështu interesim. Po i shohin në për këta rrjetet sociale ma tepër edhe përgatiten i di kështu. Mungesa e interesit të rinjve që t'i mësojnë zanate tradicionale tregon një rrezik për humbjen e kësaj trashëgimie të çmuar, duke e bërë ruajtjen e saj më të vështirë për brezat e ardhshëm.